Recording in progress. Doktor Nela, ka dy gjëra që doja nga ju. Qëndrimi ndaj një figure problematike në lidhje me Shqipërinë, Qosen, dhe vajtjen e Albin Kurtit në një vend që nuk njeh Kosovën dhe haptas kundër Amerikës. Tani, për sa i përket Recep Qoses, besoj ju keni marrë shkas nga një shkrim i imi që kam publikuar kohët e fundit me rastin e kalimit të tij në Amshim. Tani që ti kthehem pak figurës së Recep Qoses, Robert, siç e kemi diskutuar edhe në të shkuarën, unë i përkas atij brezit viteve 80 kur ne kemi qenë të lidhur me ngjarjet e Kosovës, një pjesë shumë e vogël e popullatës në Shqipëri, që është e vërteta, por unë për arsye familjare i kam pasur lidhje që të hershme, që në vitin 81 kur kanë plasur demonstratat. Dhe Recep Qosja, sidomos pas ngjarjeve dramatike të heqjes autonomisë Kosovës dhe asaj revoltës, demonstratës nën tokë të minierës së Stari Tergut në Kosovë, ka qenë një zën i fuqishëm i inteligjencës kosovare në atë kohë, sidomos me zërin e Amerikës, që ka qenë një nga mediat e rralla në gjuhën shqipe jashtë vendit. Edhe besoj që në atë kohë e ka luajtur një rol pozitiv në dhënien shpresë njerëzve dhe ngritjen e zërit dhe që njerëzit të rezistojnë. Edhe bashkë me shumë figura të tjera të inteligjencës kosovare, nëse mund ta quajmë në atë kohë shqiptarët e Kosovës, ka luajtur një rol pozitiv në reagimin ndaj shtypjes dhe okupimit serb. Dhe ju besoj e dini, edhe në Shqipëri botoheshin ca shkrime kishin filluar në atë kohë dhe ka qenë një botim nëse e mbani mend, ç'thojnë dhe ç'kërkojnë kosovarët, i botuar në 3 volume në vitet 80 dhe unë gjeja rastin dhe i bleja ata vazhdimisht dhe i kam shkrimet e shumë figurave tjera të asaj kohe dhe shpeshherë ju kthehem për t'i krahasuar me qëndrimet e sotme. Kështu që në pjesën e parë unë e konsideroj rolin e tij pozitiv, por ajo edhe dua të përmend këtu momentin e rrëzimit e heqjes së emrit të Enver Hoxhës në Universitetin e Tiranës dhe rrëzimin e monumentit të Enver Hoxhës. Ai bëri thirrje publike në atë kohë për heqjen e emrit të Enver Hoxhës në Universitetin e Tiranës dhe besoj kjo ka qenë ndoshta hera e fundit që unë kam dëgjuar ose parë një prononcim kundër Enver Hoxhës të Recep Qoses. Kjo është ajo që unë e quaj periudha pozitive. Pastaj, ajo që konsiderohet kthesa e madhe ishte mbështetja që ai i dha revolucionit, rebelimit të 97-s në Vlorë, edhe kjo ishte jashtëzakonisht negative, sepse një intelektuali të kalibrit që ai e mante veten, ose siç e njinim ne në mënyrë ndoshta naive në atë kohë, të mos njoh simbolikën e 3 gishtrave të invazionit slav-ortodoks dhe ta përdor atë simbol në Vlorë dhe të radhitet, të rrjeshtohet për krah atyre që praktikisht e dogjën Shqipërinë ose deshën ta digjnin, e shkatruan dhe e shkërmuqën shtetit, është e pafalshme dhe unë si person nuk ja kam falur kurrë atij. Plus kësaj, doli me atë teorinë e revolucionit demokratik të vonuar, të cilën e ka shtjelluar në shumë artikuj të asaj kohe, dhe në asnjë moment, edhe duke njohur faktet më vonë, nuk pati asnjë lloj reflektimi, sepse çdo kush gabon, por një figurë si ai ne prisim një farë reflektimi, por ai nuk e bëri kurrë asnjëherë këtë. Ai i qëndroi asaj. Pastaj, përveç kësaj, ju e dini edhe dualitetin e madh me Ibrahim Rrugovën, themeluesin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe ka patur një kritik shumë të ashpër, edhe nuk e di, edhe nga ana psikologjike si mjek ndoshta e gjykoj që ka vuajtur pak ndoshta nga ai sindromi delirit madhështisë, e ka ditur veten shumë lart, edhe kur nuk e ka ulur hundën në kuptimin që çdo qenje mbi tokë bën gabime, edhe njeriu duhet të ketë edhe aftësinë të reflektojë. Për shembull, kam parasyshun edhe Ismail Kadaren që rrallë herë ka kërkuar falje dhe në prononcimin që pa të bërë për doktor Rrugovën, ju e mani men në librin, në botimin e parë ra ky morte u pam, në Prishtinë kur e takoi kërkoi falje për qëndrimin e tij të asaj kohe, për takimin që kishte në Beograd me Miloševićin. Kështu që Recep Qosja nuk e ka bërë kurrë një gjë të tillë, edhe ka vazhduar në mënyrë të vazhdueshme duke glorifikuar figurën e Enver Hoxhës
edhe kjo është e pafalshme. Unë për herë të parë Recep Qosen kështu nga ana letrare kam njohur me leximin e romanit Vdekja më vjen prej syve të tillë. Ka qenë ndoshta ndër të parët romane, i pari roman i letërsisë Kosovës në atë kohë, sepse kanë qenë vitet 80, dhe për herë të parë kam lexuar, më ka pëlqyer gjua, them drejtën, gjuhë e pasur. Unë nuk jam ndonjë kritik letrar që them që ta analizoj në detaje, por mënyra e të shkruarit ndryshe nga ajo që ishim mësuar në realizmin socialist në Shqipëri më ka pëlqyer. Kam lexuar edhe 2-3 libra të tjerë, Porosia e madhe e Naim Frashit, që është një monografi dhe është një studim i mirë, besoj unë. Edhe një Panteoni i rralluar, që është mbledhje e artikujsh të ndryshëm që e ka botuar, kaq kam lexuar nga ai, po pas 97-s jam ftohur prej tij, kam ndjekur polemikën që ka bërë me Kadarejn, besoj në disa shkrime gazetash, dhe them drejtën, pak a shumë i kam dhënë drejt më shumë se Kadarejs në atë kohë, në atë polemik, për vetë natyrën e polemikës, me atë gjykimin tim, por qëndrimi i tij në total për mua është negativ, edhe vetë fakti që përkrahen më të madhe sot në median shqiptare e kanë nga majtistët ekstrem, kjo besoj thot shumë. Kur ti vajte në Barcelonë, Spanja nuk njeh Kosovën, aty ishin armiqt më të mëdhenj të Trump, anti-Trump, një veprimtari radikale marksiste, madje ata që kanë protestuar kanë pas dhe një fotografi të Hoxhës. Ku po shkon Kurti me këtë? Në fakt, Albin Kurti ka evoluar pozitivisht shumë që nga dalja në skenën politike, sepse në fillim ka qenë marksist i thekur, edhe i brumosur me idejt marksiste, dhe ndoshta ka pas edhe enverizmin. Unë shpesh them që ai brenda vetes ka edhe në një natyrë tjetër ka edhe Adem Demaçin, që edhe ai ka qenë i majt dhe ekstremisht i majt në kohën e rezistencës tij. Besoj që ka ndryshuar pozitivisht, e ka zbutur qëndrimin, ndoshta edhe duke parë realitetin e sotëm, se edhe ai ka mësuar shumë gjëra, por besoj që takimi, ajo që në anglisht e quajnë show off në Francë, një takim globalist, e sidomos në një vend që nuk e njeh Kosovën, besoj që ishte, për mua ka qenë e gabuar. Disa po thonë, nuk e kam konfirmuar këtu, që e ka bërë këtë takim me qëllim që të siguroj njohjen e Kosovës nga Spanja dhe Brazili, që kanë qenë dy vende që kanë qenë pjesëmarrës në atë takim. Unë kam tendencë të mos i besoj kësaj teorie, megjithëse dëshirë ta kisha që Franca të ishte një nga njohësit e Kosovës, plus Brazili, që është ndoshta vendi më i madh i Amerikës jugore, Amerikës Latine, por nuk kemi asnjë lloj shenje se këta dy vende do të mund ta njohojnë Kosovën. Por pjesëmarrja në një takim, sidomos kur sot Kosovës i duhet mbështetja amerikane më tepër se kur, edhe nga ana pragmatike, për mua do të duhej shmangur. Kështu e gjykoj unë. Aq më tepër që dalë në krahët e Edi Ramës, kjo është negative, është për të kritikuar, për të patur rezerva serioze ndaj saj. E fundit, ai shikon me optimizëm gjendjen në Shqipëri. Unë isha atje 10 ditë, fatkeqësisht nuk ndjehem aq optimist sa kam qenë. Shumë e vështirë, shumë do ta donim optimizmin, sidomos në këtë periudhë kohore, por duke parë ngjarjet që zhvillohen në terren, një korrupsion, një kriminalizim i shtetit në faza që as nuk e kemi lexuar nëpër libra ekstremas, në vendet e korruptuara të Afrikës nuk e kemi parë. Besoj këto ditë ju keni parë djem duket gjyqin e Ilir Metës, dhe pavarësisht unë kam qenë kundër Ilir Metës gjithmonë në aspektin politik dhe nuk jam pajtuar me qëndrimet e tij sepse i kanë bërë dëm vendit, por Ilir Meta, ajo pamje e Ilir Metës, ajo plakje dramatike për një vit e gjys, as një vit e gjys nuk është bërë, të trajtosh ish presidentin, një ish kryeministër, ish kryetar parlamenti, pavarësisht qëndrimeve dhe veprimtarisë të tij politike, në fundit ai ka përfaqësuar shtetin shqiptar. Dhe ta vendosësh në atë lloj, ajo pamje ishte e frikshme. Unë nuk jam as për rehabilitim të shtetëve, Robert, unë jam për, nëse ai ka vjedhur, ai të dënohet, hetohet sipas ligjeve në fuqi, dhe për çdo gabim që ka bërë duhet paguaj, por ne sot 36 vjet pas ndryshimit të sistemit, ne duhet i tregojmë botës se ne kemi jo vetëm shtet ligjor, se shtet ligjor ka patur edhe Enver Hoxha, po të kemi shtetin e së drejtës, që të jemi fair, se ne kemi parë presidentin francez Sarkozy u dënua
po u trajtuar në mënyrë dinjitetshme, sepse ai ka qenë kryetari i Francës. Kështu që kjo nuk t'jep shenja për optimizëm, aq më tepër që kanë kaluar kaq muaj dhe nuk kemi avancim të asaj që quhet drejtësi e re në ndonjë hap tjetër të mëtejshëm në arrestimin apo hetimin e figurave që përfolen dhe përfliten që janë në korrupsion masiv, se për Edi Ramën as nuk bëhet fjalë që t'i afrohet sot. Kurse për mua ajo fytyrë është Nesër Veliaj, Rama dhe shumë tjerë, dhe duket ne kanë marrë orientimin. Pas ka zot. Unë shpresoj që ajo tjetë dhe ai të reflektoj nga ajo edhe të ndodhin këto gjëra, se në fundit ne duam pastrimin e skenës politike nga ata që e kanë abuzuar dhe e kanë shkatruar atë vend, sepse Shqipëria nuk i meriton shtetar të tillë që kanë abuzuar në këtë lloj mënyre për 35 vjet në pushtet. Të falenderoj doktor. Faleminderit dhe juve. Për ta stopun dhe